filluar të postoj më shumë video këto kohë se sa foto në Instagram. E radhës ishte një video në makinë me mikun e saj dhe gazetarin Olti Curri, i cili në këtë rast ka marrë një tjetër rol si backup dancer, apo e thënë në shqip, si kërcimtar nga mbrapa. Era i Strefi ka filluar shoqëri me njerëz të ngjashëm me të më në fund. Castro Zizo është personazhi i radhës me të cilin Era është fotografuar dhe na bën të gjithë të mendojmë. Çfarë planesh kanë këta vallë? Luana Vjollca nuk rresh së marri lule. E radhës është kjo buqet që shihni në foto. Do thoni ju, na çmendi kjo Luana me këto foto. S'keni pse bëni negativ. E ku ka më bukur se tani s'është ditën me aromë lulesh. Dhe jo vetëm një ditë, por shumë të tilla. Nora i Strefi publikoi këtë foto së bashku me Robertin. Çifti jo vetëm që po kalon kohën më të bukur me njëri tjetrin, por nuk i lën mankut vetes edhe qefet e orëve të vona. Siç mund të shihni në foto, ata gjenden në një night club. Bitakat e Norës nuk mund të kalojnë pa u vënë re, edhe pse shtatson. Samantha Caravella, ndryshe nga ç'duket thellë, na pas ka një shpirt revolucionar, të cilin ende se kemi parë në fakt. Në foto pasaj duket edhe portreti i Che Guevarës, të cilin Samantha e pas ka shumë për zemër. Komandante Samantha, sa bukur.